Kur Allahu Gjelle Gjelaluhu e shenjë rëb të vetin, një musliman e shikon se është afër një pune dhe një biznisi dhe një tregtie, dhe është afër shumë afër me fitu. Yaqulu li malaikatihi, i thot melekve, ja malaikati isrifuhu anhu, o melek të mia, largoni nga i biznes, nga të parë, nga i post. Dhe melek e largojnë. Ose thot, kjo është fjala e njeriu. Kur thot, filani ma boni, për pak hiki, ta kësha bërë këtë punë dhe atë punë, kësha fituar. Filani ma boni, ma mund punën, kështë e moruna ma filani punën. Asa ka ndodhë jetë. Por të të ndodhë. Ja malaikati isrifuhu anhu, o melek të mia, largoni prej asë pune, se nëse e fiton atë punë, ka mu largu prej mu. Ka me të dhiju. Fa subhanallah. Sa i madh është Allahu dhe i pasat është Allahu, dhe sa na nuk e njohim, dhe sa nuk e dim se po është interesi. Ja malaikati isrifuhu anhu, o melek të mia, largoni prej saj. E theri është i sakt, Ibn Mesudi nuk e di të adhmën, Ibn Mesudi e ka mësuar nga Rasulullahi a.s. Sahabët një numër të madh të haditheve, mund me thonë hadithet më interesante, i transmetojnë në ukufen, si fjallë të veta, nga frika mos ka bojnë dikun, radiallahu anhu. Po të fjallë të Rasulullahi a.s. a i nga Allahu dhe në gjerabi, sahabiju nuk e di gajbin, se që ka folë Allahu me melekët. Dhe krejt bota është, të gjitha llojet e kadereve janë kështu. Të gjitha llojet e lëvizjeve tona dhe mendimeve tona, ti mendon se jetë duke mendu, po mendon melekun në mendjen tonë. Valla në mundësa me mendu sa më shumë melekun në mendjen tonë. Ti mendon se mendon, po mendon shpesh herë i mallkuarin në mendjen tonë, edhe bën me pa ditën e kiametit ftyrën e xhinit të shejtanit që ka menduar në mendjen tonë, ti që mund me coptu ata, një bombë atomike që shpingojnë vet, ama sot në dunjën e tij. Ditën e kiametit kemi pa karin. Po këtë ka zëriuar. Dhe kemi thonë Allah, jepi të një rrëmshëm. Bënja këta. Ama ti e kemë dëgjuar dhe unë e kemë dëgjuar, karinin, shejtani. Sa është në mendjen tonë dhe lëviz në përvenat e tua, sikur që thasër Allahu alaihi wa alihi wasallam. Sa përqend dëgjohet ti karin? Sa përqend dëgjohet ti karin? Ti shejtani. Si pas psikologjisë, dikon 50.000 mendime, njëri të shkojnë në vend gjatë ditës, ato nuk e marrin me shkëpunën tonë, që për flasim me fe, 80% janë të qia, të shejtanit. 80% janë të ati karini shejtanit, që shpesh herë një pjesë e madhe e gjematit, më me thonë se një 20% të pyetjeve që më vinë në privat, janë të natyrës se nuk kemi dallu njeriu kur është shejtani të menduar mendjen tonë, kur jetë me ndutë. Vezvese të mba. A dini pse? Se këna trashëgu pi Ademit a.s. naivitetin jemi naiv. Shumë vëzër janë udhëzu tash, ai nuk e di se është të mendu shejtani. Shejtani thot, për shembull, ai thotë edhe s'ka Zot, kur e fal namazin lidhesh namaz, i tu fol për njerëzi, çkmos në mendjen tonë të shkon. Fotografia më e keqe në botë, ka shkuar namaz mendja. Më e keqe në botë, që jashtë namazit nuk shkon. Po kjo është tema jonë. Tema jonë është se Allahu Gjelle Gjelaluhu na sheh dhe na i di interesin dhe na erun sa shpesh na ka shpëtu me mendimet tona. Ja malaikati isrifuhu anhu, o melek të mia, largoni prej atij biznesi se s'ban me shkuar në Shiko, flet për biznes halal, nuk flet për haram. Për pare halal flet. Megjithatë, është gabim se e din Allahu Gjelle Gjelaluhu që te apo unë nuk javë ne mi pas ato pare me vete se të vjojnë, prandaj kujdes me sende se si mendoj. Allahu Gjelle Gjelaluhu para 1450 vjet që ka ndodhur lufta e Bedrit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dalë prej Medinës 160 kilometra
Dhe marrëveshja nuk ka qenë me Medinasit, me Ansart, që me emrojt ato në Medinë, me emrojt ato jashtë Medinës. Qëllimi ka qenë vetëm, marrëveshja ka qenë me emrojt në Medinë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam del jashtë, derisa merret vesh me Ansart kur e kuptojnë, Allahu xhallahu xhallahu e tregon këtë prizmën të Ibn Mas'udit që e përmendi. Liyahlaka man halaka an bayyinah. Allahu e bëri Bedrin që të devion kush devion an bayyinah me fakte. Wa yahya man yahya an bayyinah. Dhe të rinjallet me udhëzimin e Allahut ai që është në faktet e Allahut. E ka thonë vërtetën. ولو تواعدتم لاختلفتم. Po ta kishit bon me marrëveshje në takue me mushrik në atë vend, lakhtalaftum, s'kishit mujt mu takue. Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Por Allahu t'takoj. Edhe udhëzimet tona nuk janë kot, ardha jote nuk është kot, e folura nuk është kot, asgjë në këtë dunjë nuk është kot, krejt është kader. Këtë është kaderi Allahut. Kullun fi falakin yasbahun. Gjithë shka në këtë botë ecë në një vijë prej vijave të kaderit Allahut. Kullun fi falakin yasbahun. Ecë në tonë lëviz dhe në ato momente që Allahu e di se nuk është mirë për neve, nuk është mirë. Dhe në largon neve prej asaj që është devim. A të mundu në herë me qenë ti prej miliarderave. Kështu njëtë, shumica prej neve nuk është me që këta. Përndaj është ma mirë për neve me se pas pare. Këta që ka jetë. Ma mirë është me pas shumë ma shumë fëkaraot dhe me pas udhëzim, se me pas shumë pare, shumë pushtet, shumë fuqi me qeni devju. Se vlenë. Përndaj duhet një mendu të sejnë në dunja, gjithë shka shka rrjedh në botë, rrjedh në sajtë të pareve, pushtetit, sendeve që i ka njerëzit. Dhe yaqdi Allahu amran kana maf'ula. Po në dunja, në këtë botë, a ka me pas dikush fuqi ma shumë se të gjallë? Sallallahu alaihi wasallam tregon se ai ka bëhet stop plan tokës veç Mekka dhe Medinës ka pas. Ai ka me pas mundësi me të bë mesi për një natë. U bane, hajde, Zotën, ka ndaj shkojnë të muri me kajtë, për mi fitua të topat, për ma shumë. Që ajo është e njëta sëtë. Dhe gjithë shka në botë që sheti, është që ajo. Njerëzit, për me arrit atë fuqinë e vetë, shkojnë bëhen në grupe elitare, e kështu me radhe. Devijojnë. Disa i mashtronë partia, e disa i mashtronë parja, e disa i mashtronë femra, e disa i mashtronë pushteti, e dirisa më rinë dikush të i kapusi ati, dikush të muri, kështu prej shirkijatëve dhe devijinëve sa dush, dhe prej fetvave sa dush. I për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka se bishtë. Nuk ka shku të murnat, as të dyrt, as të parët, as të gratë, as të pushtetit, as gjahë prej kësaj. Andë mos u mashtu. Mos u mashtu. Këtu është ajo, a mësimi i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gjërat tjera në islam janë teknike. Çështja është se Allahu na sheh dhe na i vërejnë neve zgjedhjet tona, a mos mendon se ti mendon. Është ai meleku i cili Allahu xhalla xhelaluhu ta ka dërguar, prandaj ti kur këndon ajetul kursi, kur ban dhikr, kur e përmend Allahu xhalla xhelaluhu, kur ki një jetë të mirë, kur e lufton një jetën e keq të te, kur shpesh herë shumë prej jetëve ti lufton me veten. Lufton me veten për pranë xhami, lufton me veten për me në xhamat, lufton me veten për shumë sende, dhe ndonjëherë e ki shansën dhe ofrimin që ta ban pra luftën e davetit e thirrjes në Islam me shejtanin kundër shejtanit është lufta oferta. Është vërtet se na si musliman shpesh herë këtë gjë se kuptojnë hiç. Ofertat muslimane sot janë shumë dobta. Ofertat e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë ngat i ka pas sahabiu. Mushriku i asaj kohe i ka pas shumë ngat ofertat atij. Prandaj janë muslimanë njerëz. Ofertat tona sot janë me raftirës. Davet, Allah li paçan vazhdimisht. Ale. Se bëna maksimumi. Ndërsa ofertat e shirkut sot i ki dbuta,
si kur jehovistat, i po që të vinë ato me ato fletushka të botë kështu, me busqeshjet të vjen tije, me lloj-lloj fejnë të dera atë, me lloj-lloj zbukurimesh të vjen, po s'vjen vetëm kjo. Kam provu ato, lloj-lloj provash, lloj-lloj mënyrash, dhe provohet e kota çdo herë, provohet e kota çdo herë në mënyrën që vjen, andaj këtu është ajo lufta, ja malaikati isrifu'an, o melek largoni për kësaj, lumë për neve nëse meleku vjen në emër të Allahut na largon për dosindin, o Allah në mësë. Që në momentin që i afrohemi të vijimit, në orë meleku. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Njëri, shkon me një. Islami, Kurani, nuk të full për diçka që shpesh herë në përdesë dhe për mena. Pra muslimon të menja, si shkon, morat shkon menja, njëri jeti, shkon menja, a muslimon që ba. E ka që vetën, i mëshën vetës, sa që du të e prek dorën e vetë, gjakë qëtë, nuk e breve, nuk e bëj. Gur ishte vetës, sallallahu alaihi wasallam, ti gurzi, i kishte në barkun e vetë, vetëm me shtit barkun, dhe ai nuk u kur falë, nuk e zgati dorën, nuk u nënshku, nuk u nënshtru asnjëherë, e ruajti dignitetin e shahadetit la ilaha illallah, se shahadeti kjo është. Dhe kur jeni këta e banë, awadahu Allahu khairan min, Allahu ta kompenzon një gjahë tjetër më të madhe. Krejt dunjaja ka të pleqë. Dhe Jusufi a.s. kërës se pranojnë, me zina, në zes, Zulejfen, Allahu javoni grua, pas dhe sa viteve. Me zina nuk pranojnë. Në momentin që kështë e gjavoj mas shumë, awadahu Allahu pas dhe sa viteve e bëni bratat. Më një legali krejt. Që ata që e burgosën, shkun i thanë, a ka mundësi betimi në ubo, o dhe herë se nësë nuk dina, në këna me pa buk në hando. Që ata shkun një aposhin një një për dirë kamë, s'kanë për shkuë. Që ata kanë një aposhin durët, kanë me lutë, edhe dënjaja kështë. Vetëm se në rrë me ndëgjuhë me lejkun, nuk du të me ndëgjuhë shëjtoni. Në etherin tjetër, që ka arë, në Ibn Abasi, të regonë se Sulejmani a.s. I ka linë disa shejtana të kohës vetë, se ka posë shumë shejtana në të kohë. Ata ja'melune lehu me harim, i kanë bëjtë me mihraba, kanë ngëvejnë ata, mësu që ditë për piramidat, mësu që ditë për shumë prej kurve të botës që kanë ngëvejnë, mësu që ditë për Petrën që është në Jordan, se gjente kanë ngëvejnë ata, jo njëri jo, disa sende s'ka mund si njëri mi bo, gjente kanë ngëvejnë, dhe i kanë punuën. Dhe këta gjend i ka linë Sulejmani a.s. i frita në deti. Rasulullah apo Ibn Abbas, një të hukmin e ka njëtë si fjallë e Ibn Mesudit, dhe në dita zgjidhen ata. U kanë me hi ata në trupin e kujna në trupin e disa prej xhallarëve. Në trupin e disa prej xhallarëve. Por çka të xhallarë, se devijimi më i madh është, nuk kanë qëllimin ato me të udhëzuar. Qëllimin e kanë që përmes gjuhës hoxhës, zani hoxhës, pamje hoxhës, kapuçi hoxhës, fetvaja i fritit, forma më e fortë se Hollywoodit. As Hollywoodi se ne boja. As filmat turke se kanë, hiç. Atëherë, Allahu në sprovon a ki me shkue me fetvane i fritit, me gjuhën e hoxhës, apo ki me shkue me fetvane me lekut, me fetvane udhëzimit. Andaj vëllezër, këto sende vinë dhe shtendohen dhe rrethi zboglohet deri në momentin që Allahu na sprovon sepse në këtë botë kënaqur na harojna për të sprovon Allah. Në këtë botë kënaqur për atë sprovë të Allahut. Pra, edhe fëmia kur të lind, pjesa ajo është sprovë. Sot na mësohen në fëmijët kur lindin, po vallahi pak edhe po mërzit unë për veti se ai fëmijë kur po lind ka me has në sprova shumë më të mëdha se ato. Ta dihet. Ka me has, a i fëmijë në sprova shumë më të mëdha. Andaj edukatët që du të mjallon, një edukatë shumë më të fortë, jo të lasdhijës, se kanë marrë ditë fështira, dhe besimtari të mësin, a i cili hek, dhe e durun hekën, për hitë Allahot, si kur Rasulullah e Resalisë, atë këna ima. Dhe e zgjodhi ballafaqimi me fuqi shumë më top, me numër shumë më top, as mendje se kishte sallallahu alaihi wasallam Bedr, yaqdi Allahu amran kana maf'ula. Që Allahu ta kryen një punë e cila ka qenë për të bërë punë e na nuk i dim të punë të Allahut xhella xhelal. Allahu xhella xhelal ka urdhëruar me xhami.
Për punën tjetër mos u përsej. Allahu xhalla xhelalu hoxhën e ka urdhëruar me duru. Xhamatin në përpra, me folë të vërtetën, me ndejt me atë zbashku, mos mi bë punë mas fine. Për tjetër mos u mërzit. Se Allahu i kryen. Ka punë që Allahu xhalla xhelalu i kryen. Ti mos u mërzit për atë. Kur njeri fillon me mërzit për rezultatin, e për xhamatin, e për numrin, e për ata çka e pëlqejnë dhe se pëlqejnë, atëherë fillon kjo pjesa e atyre delegatëve të gjinëve të Sulejmanit që i ka lidhë në dhejtë, atë shprofë. Andaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka treguar se para se me ardhë gjallit të vinë 30 dajjalun 30 dajjalla të tjerë ta ngjashëm si Kur'an. Ashtu. Dhe thuhet se Sufjaniu që ka merrtu kundër Mehdiut, stërnipit e pejgamberit alayhi salatu wasallam, është një prej dajjalla. Dhe të tjerë disa tjerë që ka i ndihmojnë, të shumë, mos u mashtro. Mësoj të vërtetën. Se e vërteta nuk është me ngjyra partijash. E vërteta nuk është me ngjyra. E vërteta është sikur që ka ardhur e thatë, e qartë, e pastër me bereqet sikur në kohën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ti mendoj me këtë. Këto janë mesazhe të cilat Allahu xhalla xhelalu i jep dhe ta ndajojmë me lekun, zërin e melekut. Ja malaikati isrifu anhu, o melek, largoni atë person të kësaj. Pse na nuk mendojnë kështu? Kur fëmijën tonë e zgjedhin a me çu hafiz, apo hoxh, apo dietar, apo në tregti, kur i zgjedhin problemet tona të jetës, kur i zgjedhin profesionet tona të jetës, duhet me ndëgju pak edhe për zërin e dimensionit. Jemi në lëkurën e Rasullullah, jemi në lëkurën e melekut që Allahu urdhëron, jemi aty afër ofertave të Allahu xhalla xhelaluhu, mos ti zgjedhim sendet materiale të namit, të autoritetit, të sendeve të dunjas, se kjo dunja një për ditëve ka me në djekë. Qormë që djekë buzën të jashtë. Qormë që ta djekë shpirtin. Ofertë që ta djekë shpirtin. Andaj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha, yaqra'uhu kullu min ba'd shkun kafir. Çdo besimtar, po vetëm besimtar të lexojnë. Tash merr vesh. Çish e lexojnë? A di kreta arabisht? Jo bre e lexojnë ata. E sheh, në sy e sheh. Besimtari ka vaj ka vënë dritë dhe me lekë ka inspiruar. Kafir është. Samsi. Andaj kanë thënë sahabët radhiyallahu anhum, Hudhayfa ibn Yaman thirr, inna ad-dalalata haqqa ad-dalala. Dalalati më i madh dunja an ta'rifa ma tunkir. Ti thush pa diçka që ti e ke zonë devijim. Devijimi ti thush, vallahi mira, e mira. Se ka njerëz kanë devijuar me fatvat i fritave të detit. Devijim është ajo. Nëse ai devion ti mos devion, nëse ai ka arsye të kafurit, se ka njerëz në dunjë për ato vallat botës, kanë pas arsye të veta ata. Ja kanë qenë tash gruan të avonoi ai kafurin. Ti se ti pa. Ti mos devion. Ai ka arsye në vetë tash. Po ti mos devion. Andaj vëllazër, Bilal radhiyallahu anhu, sahabi Ibrahim kishte lexuar kur tek ahadun ahad, Amar ibn Yasiri, kur ka dëruar apo kur ka shkuar shahida për të vetë, sahabi Ibrahim i kanë pas lexuar ata. Sa fakulteti kanë pasur. Sa kanë ditë për Islamit? Kur vallahi e kanë ditë. Po s'është dash shumë e ditë. Po Allahu xhalla xhelalu ka dhënë imanin. Magjistar të faraonit. Magjistar, mushrik, më të fëllëç në dunja, në mbrëmje janë shahida para me. Mëngjes janë devijum. Mëngjes janë devijus tjerëve. Mbajtës të pushtetit faraonit. Në mbrëmje ata e ndëgjojnë Musa alayhis salam, e shohin vërtetën, vinë në sejdë, se na largoti, Allahu inspiron. Kjo është e udhëzimi që Allahu përmes melekut na e bën. A kur vjen meleku, ti tash si ka shkallë se. I do kumja Allahu sallallahu alaihi wasallam ka ndruar. Jibril alayhis salam nuk vjen e njerëz. Por inspirimet vazhdojnë, ëndrat vazhdojnë, mesazhet e Allahut te njerëzit vazhdojnë. Kaderi i Allahut flet, ngjarjet tona flasin, xhamia flet. Krejt flasë. Gjithë çka flet, vetëm se njerëz mesazhin se kuptojnë, intelektuale të kanë. Lumë për njëri që është besimtar në dunjë e kupton mesazhin. Asaj përket kalmës dhe dëshirës, po edhe besimtari ka merak. Me pas pare, me pas pushtet, me pas rahat, krejt mi pas dy xhel, ka shkojsh të do u çeldera. Krejt kanë merak, por lumë për njëri i cili e zgjedh gurbetin, ja ban çellokun, që ja ban çellok i vogël këtë dunjë,
që Allah me e kompenzon, pasha Allahun në dunja, këmë ne kompenzu njëherë, këna me shiu, këna rrinë në dunja, pas të një në kiamet. Se në me zhjith. Ka në më shku, andaj Allah në gjëllë gjëllë e ka qëmë. Luftën e Bedrit, jevme në Furqan, dita e Furqanit. Amr ibn Khattab e shuf Al-Faruq. Allahu me të avlan tu, në zemën një gjanë që ti e vërejnë. Allahu me të avlan një gjanë që ti e vërejnë se cina është e vërteta, ma se e ke shëjtanu, mesleken illa farra minkë. Ti nuk i hecë një rrugë vetëm se shëjtani farra minkë, ka hikë për i mendimi ta në umba. Mendimi me lekut, rufej është për shëjtani, rufej e gjunë. Mendimi hakut është rufej e gjunë, nuk e pranon. Ai që ka zemrën e smut, ai të tije, ja ndonë që i të khattumuhum sukhrijen, një talë ma të njërëzit, një folë që mos kanë gjemat, kanë këta, kanë ata. S'kanë vizion në mendje shkurë, nuk janë mendje hapur, janë mendje ngusht, open mind dhe tjetë janë, anglisht kanë njështë me folë, se Shqipë këmë ti mu shprej, dhe kësila i fjallë shkije, por, qëllimi është me taku Allahu në gjële me për qëllimi me arrit i shka për dunjas. Andaj Islami ka ardhën e përgjësu ahiretin, po edhe dunjan. Ata që ka thrasin për i fritave, ata thrasin me dunjan të ndër, në parën të ndër. Andaj, të ndëgjëm me lekun, mos të dëgjëm atë tjerë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.